Transmeton Imam Muslimi nga Ebi Atiyet e Malik ibn Amir, thot unë dhe Mesruki shkum të Aisha radiallahu anha. Shkum të Aisha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E I tha Mesruku Aishas, dy burra shokët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të dytë janë burra të mirë. Të dytë e dojnë të mirën. Por njëri prej tyre e përshpejton faljen e akşamit dhe hëngrën e iftarit. E tjetri e vonon edhe faljen e akşamit edhe ngrënien e iftarit. E tha Aisha radiallahu anha, kush është ai që e përshpejton akşamin edhe ngrënien e iftarit? Më njerëz që prandoi dielli e fal akşamin ose e han iftarin. Kur është Ramazan, domethënë. Tha Abdullahi. E tha Aisha radiallahu anha, ta kështu ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka përshpejtuar edhe faljen e akşamit, edhe hëngrën e iftarit, se ka vënë. Edhe kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.